Mirëmëngjes, përshëndetje. Në një pjesë e programit, jepni mendimin tuaj të shfrytëzojmë dhe kohën që kemi në dispozicion edhe me zë me figurë me video call. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ndryshime ligjore, pak a shumë jo heqje imuniteti ose shtyrje në mbledhjes së Këshillit të Mandateve deri etj. Urdhëroni. Mirëmëngjes, Ande. Ju përshëndes, ju dëgjoj, më thuajt lutem, pa humbur kohë. Ju është dëgjoj mua që më duhet të shake, se ka nuk është puna se Belinda Balluku se një fare. Po? Mirë po, këtu me ta po e shikon populli vetë, këto e në hakmarrje politike. Hakmarrje politike, në ç'kuptim? Po, me kuptim që duan t'i bëj një pëdeja ka njerëz në gjykatë në prokurorie dhe pëdeja ka në gjykatë prokurorie dhe janë në konkurrencë. Nuk është mua bedi në jemi popull, edhe ti populli, djali jonë, që unë jam 85 vjeç po të them. I jetë gjatë, kesh? Ato, nuk ka mundësi që 300 apartamentet këtë kjo Belinda Balluku. Po thoj 10, po 300. Që këtu me fund kapitulli. Që këtu. E kupton, prandaj, i lutem partie politike të punojnë për këtë vend, të bashkohen për këtë vend, mos edhe buk potar të përstrime. Okej. Jo të përgjithë të rrugët të Shqipërisë, e dikush vodhi, dikush mori, po kush do merra buri dhe atë gjithë një loja nga. Po kjo është konkurrencë politike, e kupton? Dakor, mirë zoti. Të falenderoj, përshëndes për telefonatën, ju thoni konkurrencë politike, s'ka mundësi të ketë 300 apartamente, nuk di, edhe unë e kam lexuar edhe dëgjuar, po përshëndetje, mirëmëngjes, ndoshta është pjesë e dosjes, nuk përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjes, ju lutem. Përshëndetje. Ule pak zërin televizorit, të lutem. Të uroj shëndete e të mira. Edhe unë uroj një gjë, më thuaj. Tani u bën gjemë kjo çështja Balluku, të gjithë institucionet dhe gjithë analistët dhe gjithë gazetare ka një muaj që na kanë bërë kështu. 30 vjetë Berlusconi ishte kështu ai iku e shkoi në rreth se shikoi. Ka shprehje kanë Sali Berishën për të cilën vrau 4 vjetë në bulevard dhe s'po merret njëri fare me te. Bani gërdecin, çfarë s'bani Sali Berisha, edhe prap e kanë frikë Sali Berishën, ai po e djeg Shqipërinë, vazhdon ta djegje, vazhdon ta shkatrojë Shqipërinë Sali Berisha. Pse nuk merret spaku, pse nuk e hap gojë një herë spaku për Sali Berishën, këtë kriminal që i ka sjell vujtje dhe njerimin këtij populli, shumë nëna, vrau 300 shqiptar, vrau 300 kozaqë tropojan, vrau Haklajt, vrau hapi piramidat, vrau atje, vrau 4.000 njerëz janë vrau me 97. Pra unë nuk kuptoj se ç'bëhet me bonomi kjo Ballukja, paska vrau Gjelile Beu, kjo paska po nomin Ballukja. Po Sali Berisha s'ka po kur gjë. Mirë, faleminderit për telefonatën, ju dëgjova, ju kuptova pak a shumë edhe ku ishte ideja juaj në fakt, dhe le të themi ky lloj krahastimi që në këto ditë po bëhet, apo edhe kur kemi trajtuar këtë çështje. Mirë, në këto momente na do të shkutemi pak, shumë shkurtimisht, por me shumë interes. Kjo është hapësirë për një këshill shëndetësore për gjithë ata që kanë probleme me prostatën, sepse Prostatal Complex është një produkt që vjen nga natyra terapi dhe është zgjidhja ideale perfekte. E ndjekim me detaje dhe rikthehemi. Vjen këto momente me njërë komunikimin së bashku, duke parë edhe temën e ditës, zhvillimet e theksoj gjatë këtyre ditëve që pas vendimit kushtetueses të premten janë për rastin Balluku dhe dje pati reagime dhe qëndrime të rëndësishme. Temën dhe kemi në ekran, kryeministri pas rastit Balluku paralajmëron ndryshime ligjore dhe paralajmëron që nuk do të mblidhet Këshilli i Imunitetit dhe mandateve, pra që do të shërtonte kërkesën e SPAK për arrestimin e le themi ish zëvendës kryeministres tashmë, sepse mbetet e pezulluar. Mirëmëngjes, përshëndetje, mund të diskutojmë edhe për çështje tjera patjetër. Urdhëroni Përshëndetje, mirëmëngjes. Ju uroj ditë mbarë dhe ju dëgjoj me vëmendje e kënaqësi. Faleminderit, edhe ti një ditë mbarë. Më thuaj. Do flasin çik për çështjen Balluku. Kjo Balluku sikur ka përvuluar të Shqipërinë. Balluku s'ka bërë asgjë. Po të ketë vjedhur, le ta marrin ta futin brenda, le ta dënojnë. Saliu i ka bërë gjembër Shqipërisë, i prishi fabrikat, i dogji, ka vrar njerëz,
Qarë nuk ka berë? Saliu le të bëj protesta sa të doj. Nuk hynë me Saliu në qeveri se nuk e do populli. Se ne na mbyllën ndërmarrjet, na mbyllën firmat, ne ngellën me 100.000 leka pension marrim. Mirë. Ku i gjeti Saliu që bëri kullat? Ku i gjeti e bje Saliut? Saliu nga fshati ka erdhur. Ku i gjeti të ato pasurira? Po mbron pasurit e tia. 7 male dhe 7 pushat kaloj Saliu, qeveri dhe Ramën nuk e rëzon dot. Faleminderit edhe një ditë të mbarë. Faleminderit, ju përshëndes, ditë mbarë, ju uroj edhe unë, ne ecim me një tjetër opinion. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi në 069 60 13 649, që është numri në ekran, në aplikacionin WhatsApp, është më mirë për ishte të bëni pjesë të programit me zë dhe me figurë. Urdhëroni, çështje le të themi të nxehta nëse mund t'i quajmë këto zhvillime. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Të lutem, mbaj pak mirë telefonin, diku aty, ose largoheni pak edhe ju dëgjoj, komunikojnë vetëm nëpërmjet telefonit. Uleni zërin e televizorit. Televizori është në 0. Jemi në rregull, më thuaj. Aty në ekran ku është duke folë tjetër njeriu. Po në ekran je ti që qofsh me shëndetet, kesh jetën e gjatë. Shiko tek telefoni shikoni. Aty për balë, po, më shiko drejt e në sty. Jo televizorin, po. Unë lexoj aty për problemin e Pallukut. Po mirë, ky shpaku tash, pse dërgon këto të vjetë të rejat në përgjykim, dhe ato të vjetrat që janë në proces, as nuk ndihen fare. Mos ndoshta ky shpaku është kapur nga opozita. Se dim, nuk e dim tani. Se e bëre pyetje në këtë mënyrë, sigur të kuptoj. Të kuptoj mendimin edhe dyshimin. Po Andi, po ju jeni gazetari vjetër, më dhe. Edhe një farë mendime mund ta jepni. Ju dëgjoj. Unë këtu jam për të dëgjuar ju, për të diskutuar, ndoshta pak për të ngacmuar në thonjza edhe për të dhënë mendime, kështu që më thuaj. Sot ata do dalin në protest. Po, në orën 5 pas dite, po protest kombëtare, kështu është cilësuar do dalin, po. 5 pas dite. Po unë jam në Itali, se nuk jam i disodnushëm. Po pa me dhe të tjetër në protest e dhunshëm, dhe ka policia që nuk e di që bëhet atje. Je në Itali, po si ishin bërë sa protesta në Itali? Duket kundër këtyre lureve olimpike që dimrore që ishte dhe pas në Milano. Në Milano, po si ishin bërë atje protestat, me lule? Shpenzohet nga buxheti i shtetit. Këtu ishte temë. Mirë, diçka për ta mbyllur që të mos të mbetet merak me që telefonon edhe nga Italia? Jo, unë desha të merja një mendim nga ty si gazetari vjetër, Andi. Të falenderoj për vlerësimin, por unë më së shumti në fakt ditë të pyesë, jam mësuar të pyesë sa të jap vetë mendime. Të përshëndes për telefonatën. Të përshëndes, vjen një tjetër opinion, urdhëroni, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje juaj. Ju dëgjoj me kënaqësi, ju uroj ditë të mbar. Më thuaj. Përshëndetje, Andi. Përshëndetje. Respekt, ju flas nga Italia. Nga Italia, kënaqësi, në mos gaboj bëni pjesë për herë të parë e programit, në mos gaboj edhe ju dëgjoj me vëmendje. I mirë pritur. Pa diskutuar, kemi kërkuar dhe herë tjera, po nuk kemi mundësi dhe kështu që ju dëgjoj. Tani nga Italia aty, nga në kë qytet rini qëndroni? Jemi në Lombardi. Në rajonin e Lombardisë. Nga pjesa veriore e Italisë, si shikon këto zhvillimet këtu në Shqipërinë tonë? Dispjacencës edhe Lodit jemi, kështu që... Po, rajoni Lombardisë. Pjesa veriore e kap. Kështu që nuk jeni fare në Piemonte, por që pjesa veriore e kap. Më thuaj. Kemi vite që punojmë dhe jetojmë në Itali, jemi stakuar, jemi me dokumenta, por marrëdhëniet me Shqipërinë kemi gjithmonë të lidhura.
Dhe kemi gjithmonë nostalgji për vendin tonë, kështu që vemi e vim. Po, shumë mirë bëni. Tani, sa i a zhornuar, sa i përditësuar je, për të thënë më shqip me zhvillimet këtu, edhe të shmendim ke, së fundmi është kjo çështja Balluku, nuk di a i di të dhënat, unë mund të t'i përmend, po vijo të lutem që dhe të mos mbasim kohë. Më thuaj. Dëgjo si është e vërteta, se të vërtetat janë të hidhura. Po e vërteta dhe si pas jush, në qoftë se është mendim, është si pas jush. Qoftë se është fakt, është fakt. Pas nesh, unë kam i mendim personal. Urdo, po. Drejtësia në Shqipëri është shumë për të dëshiruar. Edhe kjo e reja, edhe kjo e spak gjë kërkohet tjere, edhe kjo e reja. Po. Okej, pse mendon kështu? Do t'jap një argument unë. Më thuaj. Për një shtes pensioni 9 muaj të gruas time, u deshët 2 vite. Për të marrë edhe të 7.000 lekë të vjetra, jo se do mjete në një këdi. Ju kuptoj. Edhe drejtësia bërë gjyqin dhe mas 6 muaj zbardhi i vendimin. Do me thënë, qarë drejtësia unë nuk e imaginoj dot. Duan të bëjë në Evropë, po me këtë drejtësi në Evropë, Shqipëria nuk ka mundësi të. Okej, tjetër. Rasti konkret, nëse ke diçka për rastin konkret, bëhet fjalë për zëvendës kryeministrin, ministrin e infrastrukturës, energjisë. Leti nënshtrohet rregullave. Dhe të ndiqen si ndiqen këtu, sepse vetëm opinionistat në televizionet shqiptare bëjnë një paçavure. Kështu që televizionet shqiptare janë kthyer në analistat. Atëre të pyes, ka diçka? Spaku, organi kryesor i akuzës e tjerë kërkon arrestimin e saj. Mund të jetë arrest në shtëpi me burge vendosin ata. Dhe kërkohet leje se është deputete në kuvend. Kuvendi duhet ta pranoj apo jo këtë kërkesë? Si ta votoj sipas jush? T'ja bëj pyetjen konkrete. Ka kërkuar me kohë ai po e zë nga bishti. Duhet ta kish kërkuar me kohë? Je, ka kërkuar. Ka një që përpara vitit të ri. Po, shiko, e ka kërkuar me dobishllëk, kështu që Spaku vepron me 2 standarde. Spaku për shembull e shan Sali Berisha nga mjezin dark, ça nuk i thot e Spaku e mbyll gojën. Kështu që Spaku është, për mua është një lojë politike, nuk është një Spak të vërtet. Nuk të dënon njeri. Shiko, në qoftë se do të fut në burg një Spaku, të mbanja 2 vjet, ai mund të dalë dhe i papashëm, të humbet punën, do me të bëhet një njeri jashtë normave ligjore. Ju kuptova si ide. Familje, punë dhe gjitha i qirret maska në shoqëri, e në Shqipëri, e në gjithë botë. Kështu që Spaku për mua nuk vepron ashtu. Mirë, të falenderoj të përshëndes për telefonatën. Një mirë pritur se u zgjatëm pak. Këtë që thotë zotëria ka drejtë edhe unë paka shumë personalisht le të themi e kam një mendim të tillë, sepse ne këtu më së shumti edhe shoqëria, nëse dikush ka një akuzë, ndalohet, akuzohet, apo edhe arrestohet, por ende nuk ka një dënim të formës prerë, ne damkën ja kemi dhënë atij personi. Ndërkohë që është ai prezumimi i pafajësisë, është shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë edhe për çdo qytetar, derisa të merret një vendim i formës së prerë. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Mirëmëngjes, më thuaj. Në lidhje me temën e sa i përket për ministrin Balluku. Nuk kam asnjë parajgjykim që kjo duhet t'i nështrohet drejtësisë. Por duhet t'i nështrohet në ato kritere që parashikohen në ligj. Po sipas jush cilat janë për shembull? Sipas jush cilat janë ose çfarë? Kur gjykata kushtetuese nuk vendos, do thotë që ka një kuptim. Pra nuk është e lishme që ajo t'i nështrohet këtij lloj hetimi ose këtij largimi nga puna. Kjo do ishte më rregull që kjo të vazhdonte punën, vazhdo të gjitha të drejtat që ka dhe kryetari i opozitës,
i cili del dhe jashtë pas një detyrim. Zotri, jemi në nivelin e akuzave, po korrupsioni a ju shqetëson? Në gjitha sondazhet që bëhen, korrupsioni këtu ju shqetëson. Se ju dhe kur shkoni tek ato zyrat më thjeshta të administratës, thoni që nuk të mbarojnë punë pa dhënë diçka apo etj etj. Unë po marr mendimin e Mrusin përbashkët të mendimeve tuaja, edhe të qytetarëve. Dhe unë pyetje u bëj. Dhe tani arri edhe ky konkluzion. Nuk e kam me rastin konkret dhe në fjalë, po sinqerisht me emrin, nuk e kam fare me emrin. Mund të isha unë, po. Më le të flas edhe unë. Patjetër, patjetër. Atëherë, unë shikoj çfarë ndodh në shtetin italian. Dy ministra, një zëvendës kryeministër Salvini dhe ministra Santanchè e turizmit kanë vazhduar hetimin dhe gjykimin në gjendje të lirë. Salvini t'ju kanë ndeshur 15 vjet, i cili mori pafajësinë. Pas 15 vjetës me një akuzë shumë të rëndë, ai mori pafajësinë. Dhe tjetra ministre është në gjykim të lirë. Pra, pse ne mos marrim shembull evropian? Është më së shumti ndoshta e çështja e paraburgimit. Nuk e di, Spaku thotë që mund të prishte provat, indemnizonë dëshmitarët. Kështu thotë Spaku. Nuk e them unë. Jo, këto janë pretendime. Këto janë pretendime që kur duam ne të sjellim pretendime, nxjerrim arsyetime nga më të ndryshme. Pra unë do mendoja që neve shteti duhet të jetë në punë. Shteti duhet të jetë, qeveria duhet të jetë në punë, qeveria duhet të jetë. Atë e shikon kryeministri, kur kryeministri bindet që kjo ministre duhet largohet, ai e largon. Pra nuk duhet i ndërhyjmë nga një pushtet në pushtet tjetër. Ka nisur një përballje, nuk di, besoj mund të quajmë të tillë, luftë, betejë, nuk di si dëshironi të quajeni Rama Spak apo Rama me drejtësinë, paralajmëron edhe ndryshime ligjore. Si të duket? E cilëson kështu apo jo? Nuk e cilëson kështu. Unë duke marrë parasysh gjithmonë shtetin italian, e shikoj që edhe presidenti Berlusconi në gjithë jetën e tij që jetoi ishte në përballje me gjykim me drejtësinë. Derisa në momentin që u vdiq, ai mori pavajsinë dhe iku në pafajin. E kuptoj. Mirë, jo të falenderoj, përshëndes për telefonatën edhe i mirëpritur në program. Marrim edhe një komunikim në këto momente. Në fakt duke biseduar ditën e djeshme. Përshëndetje. Përshëndetje, nëna. Mirëmëngjes, ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj, zonjë. Përshëndetje, nëna. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga ana ime, ju dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Shikoj, nëna. Për çështjen Balluki, ajo një themena ka punuar me shumë shpirt, çka në halmat Balluki është e vujtën e përkushtuar edhe me hish ashtu, duhet me hish tonë qeveria shqiptare dhe munduj qeveria e re, jo Balluki. Ka mush tonë Shqipëria mush me buzhe, edhe kjo puna bën sikur një familje, për shembull një burrë e grua që janë drejt divorcit, dhe nuk po dim hallet tona ku me zgjedh. Unë jam një familje nga Tropoja non me 3 smur. E në atë gjën e kritike për jetën, dhe një derë të hapë në spekon kërkon, ju kom drejtuar gjithë shteti shqiptar, kryeministrit, Tiranës, Sali Berisë, Kuvendit Popullor, dhe një derë të hapën mua s'po ma gjojnë, po edhe kërkesën duhet me shkua dhe të me marë pas një muj, dhe me më këthy përgjigjë sekretari. Kur qa qeveria ka qeveria shqiptare? Ju kuptova, bashkohen bashkë, Edi Rama dhe Sali Berisha, si burrë e grua, dhe të ndërtojnë Shqipërinë, punojnë për popullin shqiptar në që votë ka kemë. Mirë, faleminderit. Qa qeveri për zotë më non, aja kemë dhonë me sy qelë të në popullin shqiptar Edi Rama, se ka të mandate, s'na ka marrë të fortë. Faleminderit, të përshëndes. Të përshëndes për telefonatën. Faleminderit edhe për efekt kohë, të përshëndes për telefonatën.